Gëzuar festat e fundvitit, gëzuar Krishtlindjet për gjithë besimtarët e Krishterë, shqiptarë dhe kudo në botë, kudo që janë, gëzuar gjithëve Krishtlindjet që sapo kaluan dhe gëzuar edhe natën e vitit të ri që po afron, gëzuar mbylljen e vitit. Jurojmë me gjithë shpirt nga unë, Ismeti edhe nga Geni që kemi gjithë këtë sezon që po bashkëpunojmë, Geni gëzuar. Si a kalove për Krishtlindje, ishe jashtë, dikun? Ishe jashtë, duke bërë muzikë. Duke krijuat atmosferë festive që duan njerëzit në të festa. Mirë shkoj? Shumë mirë. Bërë qefi. Atëherë, pasi ju urova gjithë të rishikuesve gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri që po afron, ky është emisioni i fundit për këtë vit, do të shihemi në janar, me fillimin e janarit, do vazhdojmë direkt, më duket se i bie rreth datës 9 janar, do të rishihemi, do të ritakohemi. Por duhet ta filloj këtë emision së pari me një homazh. Me një homazh për një njeri që na humbi sot, një aktor i pëlqyer nga të gjithë, një njeri i jashtëzakonshëm, një nga titanët e skenës dhe ekranit shqiptar, Bujar Lako. Le të ndjekim shpejt një insert. Ndjes pas i qoftë dheu i lehtë dhe nuk di që them, jam përpiqem të ngushëlloj gjithë familjen e tij. Zoti i forcoft në këtë dhimbje të madhe që kishin. Të qoftë dheu i lehtë kolegu dhe miku im dhe u presh në paqe. Ike shumë para kohe. Le t'i kthehemi atmosferës së emisionit pas këtyre çasteve të dhimbshme, është pak e vështirë në fakt të kthehemi në atmosferë, por megjithatë do të kthehemi me diçka. Gjithë qyteti i Tiranës i ka bërë një dhuratë pemën e Krishtlindjeve në mes qytetit, ja ka bërë dhurat Lalieri. Kush? Lalieri. Ç'pu ka Lalieri, Bashkia Tiranës studi? Bashkia. Po jo, Morgene ke gabim. Pemën e Krishtlindjeve qytetit Tiranës ja ka bërë dhurat Alt Telekom. Ja shije. Alt Telekom, pra pema e Krishtlindjeve për këtë vit e kemi dhurat në Alt Telekomi. Bashkia, aha, se si regullat të poshtë do t'ishte Bashkia Tirani, bën dhurat, qytetarëve të vetë, pemën e vitë. Jo, harroje, nuk ka shanse. Dalin bizneset private. Kush e di? Unë nuk e di pse nuk dalin bizneset tjera, me vune për sheshe tjera. Këtu për shembull Sallameri, XY, këtu një lëndërtimit, bëjnë pemë të vitit të ri. Në fakt, do t'ishte e hishme që qytetit, krye qytetit, metropolit, bashkiat ja bën të dhurat pemën e vitit të ri. Po këtu tek ne nuk ndodh ashtu, është ndryshe. Nëse tani për fund vitit ne kemi thënë që do të promovojmë gjithmonë trit dhe artistat, disa të ri kanë bërë një video gazmore, mua më pëlqeu. Kemi thënë që do t'i promovojmë. Le të ndjekim videon e tyre, është me të vërtetë e këndshme, gazmore, nuk zgjat më shumë se 1 minutë e gjysmë. Mos u largoni, shikojeni. Je gati? Mbrëma. S'po më mërë të gjumi. Pas mua. Vapa? Jo, ëndra. Të bukura? Të paritshme. Ti e... Crazy girl. Dhe ti? Gjibani. Tanga, tanga, vajzat po i
soutiennent mon ski freak. Sa kam bëthën e mirë, shumë di me dridh, zemër shumë di me dridh. Sa kam bëthën e mirë, shumë di me dridh, zemër shumë. Dreve, prapanicën, ta ndeshe maricën, po du me ta pa. Se ftyrën e kitë bolë, si kokaina. Se ftyrën e kitë bolë, si kokaina. Se shpirtin ma ke mo. Të ishin qunat e talentuar që këshin bërë një parodi me këngët shqiptare, mjaftë e këndshme. Unë nuk naqa për vete, ju lutem të rishikus. Ne të ta udhim Facebook dhe ju të ta votoni. Kjo është video e parë amatore me humor që sjell. Kemi thënë që du të hapim konkurs dhe do të shpërblehet me i miri. Sillini të gjitha në adresën e Zjarr Televizion Facebook ose në adresën e emailit info@zjarr.tv. Na gjen Nikolaj, mjafton të dërgoni. Mund të dërgoni edhe në faqen Shkruaj në Akull të emisionit në Facebook, Shkruaj në Akull. Atëherë, erdhi viti i ri, ndodhi diçka ndryshe për Krishtlindje. Për Krishtlindje ndodhi diçka e veçantë, diçka ndodhi për herë të parë. Gjithë këto vitet e fundit ka ndodhur një fenomen. E di ç'a? Një fenomen i çuditshëm. Për herë të parë në gjithë këto vite, krerët e fesë, e besimeve, nuk kanë prit politikanë. Nuk i kanë pritur politikanët, për kundrazi, kanë bërë diçka tjetër, me të vërtet, siç duhet ta bëj feja në fakt. Kanë bërë ca dreka bamirësie për të varfër. Me sa duket politika ja ka sjell këtu të gjithëve, saqë edhe Janulatosi, të cilin e respektoj për pozicionin që ka, por nuk është se kam në konsiderat, sepse do kisha dashur kryet kishës autoqefale shqiptare, kishte një shqiptar, flet, e di për çfarë flet? Arrogancen. Bën një thirrje për arrogancen. Dëgjoni se çfarë thot Janulatos. Ka edhe diçka tjetër që nuk vihet re. Mposhtja e arrogancës. Arroganca është një prirje që e çon gjinin njerëzore në konflikte të frikshme, tragedi dhe katastrofa. Mbase Janulatos e ka bërë këtë si reagim ndaj politikës që po ndjek kryeministin ndaj Greqisë, dhe nëse do të ishte kjo, nuk jam fare dakord me Janulatosin. Por nëse ka për arrogancën që me të vërtet po shfaq qeveria dhe udhëheqja jonë e lavdishme, aty do isha plotësisht dakord. Sepse me të vërtet ka një arrogancë të çuditshme, nuk e di ç'është gjithë ky pasion, gjithë kjo dashuri për arrogancën, saqë ndonjëherë kur dëgjoj kryeministrin, më duket sikur dëgjoj ca figura të harruara të historisë, të harruara, ata nuk harrohen ndonjëherë se kanë bërë aq shumë keq sa nuk harrohen. Duke dëgjuar kryeministrin në asamblen e fundit të Partisë Socialiste, mu kujtua fjalimi i Nurembergut i Hitlerit. Thash, si do të duket nëse do vëm figurën e Hitlerit dhe fjalët e Ramës. Shikojeni vetë se si duket. Nuk mund dot, dhe unë e refuzoj, nga do që të vi, qoftë nga sharlatanët, qoftë nga dashamirësit që të goditet Policia e Shtetit dhe Ministri i Brendshëm për Klement Balidin. Unë këtë e refuzoj. Nuk pranoj leksione nga askush, edhe rrjetet kriminale, edhe bosët e krimit. Nuk i sollëm ne në 2013, i gjetëm këtu. Kjo nuk është çështje dëshirash. Qëllimi ynë strategjik është të jemi bashkë në koalicion me lëvizjen e socialiste për integrim. Shumë kush thot, ata të LSI-s bëjnë kështu, ata bëjnë ashtu, ata na morën qaf, ata na nxorën bojën, ata na nxorën kallajin, ata na nxorën suvan. Kjo është strategjike. Kjo nuk është një çështje Dinamo me Partizan. Sigurisht.
midis nesh, ne jemi partner, jemi dhe konkurrent. Patjetër. Ne duam ta fitojmë kampionatin, s'duam ta fitojë LSI-ja. Sigurisht. Por do thoni ju, po pse nuk e thon ata? Normalisht i madhi i bie të thotë çfarë do. Të vogli takon të mendohet. Por kjo e keqe ka një emër. Dhe emrin e ka Sali Berisha bashkë me çetën e tij. Nuk e di. Nuk e di se si ju duk ju, po se si shkolte fjala figurës në mënyrë të përsosur. I shkolte fjala figurës në mënyrë të mrekullueshme, e çuditshme. Nuk do e kisha dashur kur. Nuk do e kisha dashur të lloj ngjashmërie. Edhe kur tani në prag festave. Me të kujtosh figura të tilla tani në prag festave, është ku di gjaun. Po të vjen natyrshëm. Ky paralelizëm të vjen natyrshëm. Sepse po ndodh një gjë shumë e çuditshme. E dini që kryeministri ftoi një pjesë të gazetarëve për festën e fundvitit. I zgjodhi ato që i bën fresk. Merobaze, Filip Çakuli, e tjerë, i mblodhi në kryeministri. Po ç'a i bëri edhe të besuarve ti, Carlo Bolino e kompani, i morën celulart, nuk i lejuan as celularët në pritje. Unë nuk e di në qoftë se ka emër tjetër përveç se censur, po me të heqë edhe telefonin, t'ja heqësh, të vjen t'je miku në shtëpi, se e ke ftuar në shtëpitan dhe mikun. Edhe i thu ke për të dorëzu telefonin, si me qenë duke dorëzu armë dikur, në kohët e lashta, ku të vite tjetërin kull, histe armën e varte në mur. Tashti kur t'i shkosh mik kryeministrit, duhet ta heqësh celularin edhe ta dorëzosh. Nëse ka frikë ka shumë ky kryeministër. Shumicën e mediave që ishin të ftuar aty i ka të blera, i ka pjesë të kazanit të ti kryeministror. Shikojeni pak foton e të ftuarve. Të ftuarve ju morën aparate telefonik, asnjë kamerë nuk u leju që transmetonte direkt apo me regjistrim. Vetëm fotografia e qeverisë që do të tregoj më pas shefit se cilat pamje duhen hedhur në rrjetet sociale. Por më mirë ashtu, sepse pamjet e një dhome të sur do të ishin turpruese dhe denoncuese për një kryeministër që thot prej 3 vitesh se po ndërton shtet dhe po shkatron me sukses marrëdhëniet me gjithë pushtetet. Edi Rama u shfaqsua mbrëm se ishte me grip. Kollaj shërimi ti se helbete virostine është, por pleviten që a i futi mes qeverisë dhe medias, zorë se mund të shërojnë do një farmak përveç ilaçit popullor. Largimin si humbës në një betejë nisur prej egos pakufishme për të bërë të gjithë pushtetshmin, e mbyll rrëfimin dhe analizën për pritjen e dështuar të fundvitit që organizoi mbrëm kryeministri Rama lapsi.al. Të gjitha mediat janë marrë me pritjen që bëri kryeministri. Megjithse në mes të atyre të ftuarve të përzgjedhur të stafit të tij, imagjinoni nga Top Channel që është media që mbështet më shumë se gjitha ishte vetëm Filip Çakuli, asnjë tjetër. Pra megjithse ishin gazetarë miqtë e tij, ata që i bëjnë fresk dhe që marrin shpërblimet majme, prap nuk u lejojnë celular. Kishte ftuar DJ Bren, mirë, shumë mirë. Se Arditi nuk është gazetar, në fakt është një artist i jashtëzakonshëm. I kompletuar më mirë se çdo tjetër. Është showmeni më i mirë për momentin në Shqipëri, po jo gazetar. Themi të vërtetën. Mirë që nuk ishte ftuar edhe një Çobanin t'i bënte një seancë gjyqin kryeministri, se s'ka ngel rrugë tjetër. Pra, një frikë e jashtëzakonshme e kryeministrit nga mediat. Kryeministri nuk i lejon kamerat që të shkojnë aktivitetet e ti. Ju a kemi transmituar herë, ja shikojnë një rastin ton konkret, kamerat tona në samitin e diasporës. Kameramani kërkon të hyjë brenda, nuk e lejojnë. Shiheni vetë po t'i garda. Vetëm na thoni, a u lejohet a nuk lejohet? Okej, mund të unë, domethënë. Jo. Cila është arsyeja?
Nuk ka ndonjë. Okej, miq, jemi në ditën e 3 të organizimit të samitit për Shqipërinë e Bashkuar, ashtu sikur është vendosur edhe slogani atje. Është Mërmja Gala sot edhe ne do të hyjmë brenda që të bëjmë një intervistë të shohim se çfarë ka organizuar qeveria ose si ka shkuar kjo gjë, por mirë, por nuk na lejohet. Është një problem shumë i madh, domethënë përveç regjist që kanë mbledhur qeveria, nuk lejohet as edhe një media tjetër. Ne na duhet vetëm të presim këtu jashtë të intervistojmë personat që dalin. Asgjë tjetër. Rrofte Dirama Liberator edhe liria e medias. Rroft liria e medias! Rroft liria, ku po na çon, ku po shkojmë, ku po kthehemi? Ndalohen kamerat, hynë në aktivitete, merren celular, ku po na çon po kryeministri jon? Po ku po na çon po kryeministri, mor artist, mor një heri që ke shkruar ndër të parët, ke marrë guximin shkruash, ku po na çon? Ku është liria medias? Tani po merr karriket e kuqe me vete gjithkund në për takime, s'lejon as në kamerat huj, as gon. Qa po ndodh? Edhe një media publike që e kemi për qarë hallin, se të vësheja është me të vërtet për qarë hallin, sa është ba festivali fundit, e dini gjë çfarë ka ndodhur në festivalin e fundit? E di ti geni? Pas sa pamje ca. Okej, ca pamje, ca gjëra. Atëherë, si rregull, ka vite që në televizionin shqiptar personelit i jepen bileta falas, që shkojnë dhe të ndjekin festivalin. Këtë radhë ishte ndryshe. Me qenë se nuk shiteshin biletat, kishte urdhër nga drejtoria që të blinin bileta për natën e parë dhe natën e dytë, me urdhër, me detyrim, dhe pastaj të shkonin falas në natën e fundit për të mbush sallën që të mos duke salla bosh. Kjo gjë ka ndodhur me televizionin shqiptar, shikojeni vetë. Sipas urdhrit drejtorit, duhet blini 2 bileta për festivalin, një për natën e parë dhe një për natën e dytë, dhe do merrni 4 falas për çdo natë, dhe të jeni prezent për ato që nuk janë në turn, në të kundërt ju privojeni nga shpërblimi. Nesër në orën 9 deri në 10 të vini te unë për pagesën për 10.000 lekësh, 1.000 lekësh të ri, 10.000 lekë vjetra. Imagjinoni si ka përfunduar televizionin shqiptar. A e mani me të mërë se mu kujtojt ty gen, nuk e dia të kujtojt ajo kur rifeshim futshim miq për me ble bileta për net të festivalit të këngës. Merrim telefon, miq e të njohër, a më në i gjej 2 bileta, pa s'ka, ma janë prero të janë shit 2 javë, pa të lutem a 2, s'ka bileta. Tani do përfundoj festivali i këngës radio televizion, si emisioni i Sokol Ballës dhe Blendi Fevziut, ku paguhet spektatori për me shku me Duart Rokin. Kështu ka për përfunduar festivali i këngës në radio televizion, të paguar spektatorët që të Duart Rokasin, si që ndodhë rëndom në televizionet shqiptare. Ndërko, kryeministrin i dashur, ne kanë zjarë një njoftim, që do bëj ditën e premteve datë 30, do dalë dhe do të bëj një konferencë shtypi live në Facebook edhe në Twitter, se është gjë e çuditshme, nuk është e bën shpesh, pra po e bën ka një dhe do t'i përgjigjet edhe pyetjeve të gazetarëve. Kishin vënë edhe një duhet të shkruash pyet kryeministrin, hashtag pyet kryeministrin, përgjigju nuk e di se çka. Ne i bëm një pyetje. Ja kemi bërë që në fillim të ditës, që sot para dite. Ishte përgjigj Elit, Sabriut, Manjolës, ne nuk na është përgjigjur akoma, dhe këto momente që po transmetohet emisioni, mbase do na përgjigjet më vonë. Ja çfarë pyetjet i bëm kryeministrit. Zoti kryeministër, nga se keni frikë që ndaloni kamerat e televizioneve në të gjitha aktivitetet tuaja, pse u ndaluat dhe telefonat celular në pritjen e organizuar vetëm me një pjesë të mediave, ato që përzgjodhet, edhe atyre pak gazetarëve që kishit ftuar? Pse keni fshirë nga çdo faqe videon e Taulant Ballës dua më shumë partinë se Shqipërinë? Pse ndaluat transmetimin e fjalës së Koço Kokdhimës në asamble?
apo quani mediat Kazanit, çdo media që nuk është pjesë e Kazanit tuaj kryeministror, ju faleminderit, zjarr televizion, më poshtë keni linkun ku ndalohen mediat, i kemi dhënë edhe provat kryeministrit, që mediat ndalohen të hyjnë aktivitete. Ja kemi bërë pyetjen publikisht në faqen e tij në Facebook, aty ku i pëlqen të ri me orë të tëra. Në këtë momente nuk kemi përgjigje, jemi në pritje të përgjigjes kryeministrit. Atëherë, shkputemi bashkë për 30 sekonda publicitet, se përmendëm Koçën. Dhe kemi një pjesë të madhe që do merremi me Koçën pas 30 sekonda publicitet. Falenderoj sponsorin ton, Upcom. 30 sekonda publicitet.